Kur jesh njeri martum, nuk të ka hije dhe fort me dalë me ngucë qika tjera. Të na paragjykohet njeri që është single, del me dikan, po ata nuk paragjykojnë, gjithmonë e kanë imbulesë. Hajtë, boni mirë, fundit është i martum, nuk ka lidhja. Po pse unë mos me ba kur jam single, unë kam drejt me dalë me lyp njerin e dur. Unë për shembull me qëtanja që isha sot, unë kam frikë edhe për martesës. Qysh bojnë femna zakonisht, unë e di që e ka dikam, po me në fund kthehet në shtëpi. Jo. Unë kur te unë funksionon, nëse çast sekond vrej diçka dyshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, faleminderit. Mirë. Mirë edhe ato. Vajzë, statusi juaj, grua? Vajzë. Ku është sot një femër? Si eshe? Një femër mirë, ka ecë. Po shoh pak që ka nis me avancu senet, po me gjitha ta apet jena... Jo, nuk jena shumë fullt mirë, sidomos këto. Shë pasë shef me ndryshon të një femër? O të një femën, more përgjithsisht e mentaliteti pak ma shumë me kam kap, se na tash femna vetë munot me ndryshu, po do të mi pas edhe ata moshkuj, pak ma open mind, pak mos mu kam prej shtëpt, na gjithë ditë shohëm lajme, shohëm, po gjithë shka shohëm. Edhe nuk përkan kërkon fotografia që e shohëm në rrugë me njerëzimin që shjetojnë. Mu që ke shumë më penganë. Unë kam qep, mu ka njerëzit pak ma qysh ka drejta, nuk po thonë ashtë edhe barabar se fuqia nuk... Janë të sene që moshkuj bojnë femnat si bojnë, edhe kondër të femnat si altat. Po e kena mendësien, unë veç të e pa që jem të shku shumë mbrapa, edhe pse, po mundohëm mi dhënë za nuk po ecë. Unë me ka një vajzë me një mashkull e barabartë. Një vajzë me një mashkull, po s'po di qa me thonë, që to jam pak edhe vetë në dilema, unë e thëmë, qka banë mashkulli së më banë femna. Abden janë do punë, unë kërësisht e lidhe me punë, janë do punë fizike, do... E na që to pak i kena fshilë sene, dojmë mu kam barabar, po në shë, se unë jetoj me një familje ku jena këtë femna. Edhe dyqysh e vrej që plët sene nuk mëj mi bo vetë, nuk mëj, munona mi bo si në shpesi, po nuk mëj është mi barazu do procese, shumë shkurt edhe shqip. Ama me gjitha ta do të mu trajtu femna ma mirë, unë e shë që femna sidomos kur është në lidhja, ka burra, ka frajera, ka bilione, është një farë tendencë në gjithë mund, nëse te i kualifikumë ose diçka me ta ullat farë. Nëse te e kalon burrin pak ma shumë, se që i kap një farë sikleti, një farë munimi, një farë mu që kjo më pengan. Kur te mund është me ngrit femnën, të lume, ku është mirë këtë femnët më kanë shkollume, edhe kur ta shë që po esë për para me qëty, edhe familja e personit fjallë ku je, po diqysh është një tendencë me ull, jo të s'poden, jo të s'di ma mirë, jo denaj ma mirë, jo të edhe në diqysh qëto më pengojnë, qëto janë të na janë shumë theksushme që bevrejnë në shumë qifte. Nëse femnën e ka pak ma, jo pak ma, po ja ka bo munin, edhe ta shkon me një familja, jo familja në ashtë nuk është në qatë rend që shjeti, të nuk mund është me jetë për para, po du shpuktim brapa. E kom vrejt në përgjithsisht në shosni, nëse një femën është shumë e zoja, nëse nuk e ka gjetë qatë familje ku ka shku prafërsisht si vetë, gjithmonë është tendenca me ecë mbrapa. Jo me shku për para, mu shty po me ecë mbrapa. E që to e shot që diqysh mundon me zarë me të kapë me të ngrej. Mbrapa e që kjo më pengon shumë. Le njërin e lirë, për qase e ka ba munin, ta zhvillon. Ko është mëra e mirë në po quditna, ko është e mirë këtë femnat më shkollu më të pavarësume. Mja vlerësu qatë se, me thonë, po bre, ti që to e banë, ti mund është me ba. Po dhe të djemët, nuk po thonë vishtë qikat, edhe të djemët, kur mundët me ecë, morën jam, vishtë ecë, to nuk janë ale. Po dhe nuk mu i me gjelëzu me thonë se po ecë, ja ke ba mundën, zhvilloje, për ndryshe qështu që ja këna nisë, femna të para ma shkullit të ngrej. Jo se s'po përqente qëto, jo bese qështo, shumë po shë, në qifte, edhe të martume besa. Unë kam plot shoqi që jam të martume, nuk e ka. Ta shti nuk mund është nuk ka njejt, ajo është shumë normalja dhe në shpesje njejt, po përsho për vrej një tendencë, nëse femna, këshyrë mu zhvillu, se që kam i kalu dhe 500 barjera për para. është tendenca me ta bo bajat, shumë shkurt edhe shqip, është problem e luftu. Në shoqëri, një femër, një grua përgjithësi gjykohet shumë, sidomos që ka bo, që ka vepru edhe të veshja.
Te veshja unë kam shumë këtë farë probleme me veshjen, se unë veshje guxoj me vesh shumë sene. Edhe po, se femna, kom po foli, nëse ti edhe në kualifikime, jeni në kualifikim barabar. Ti ke ecë pak ma shumë, ta ka lidh djeta, ko është ajo ma mirë më me ecë edhe në profesion. Ka një tendencë me të ullë, me të ngrim brapa, me të thonë, ti s'po den, ti s'po bën, ti... Po dhe në veshja ma është kulmi i budallakijës, e që aty e shahone që na nuk jena ju të ecë, po na veç jena krejt njerës fake ta përdori kështu, që him në internet, shohëm sene, klikojmë, veç pëse dojna me kliku për qefa, po nëse këto ndodhë një veshje pak ma ndryshe, heq s'ta pranojna, heq, para gjykohësh edhe nuk të froti, se kja, ku ka vesh, ku ka bo, ku ka këthy. Unë e që ditë, na jena shumë open mind në shpe, mu baba më ka punu jashtë shumë ku herët, edhe nuk ka pas kësi problemet kësaj lloj natyre, së unë na ka shkollu krejt vajzave, krejt edhe garderobën gjithmonë na ka prua i për jashtë, nuk ka pas problema o vesha, unë e shkort o vesha, kur unë jam rritë në qasi fryme edhe shumë me mentalitetin e këna pas probleme. Se para gjikon një femër nëse është veshur pak me ekstravagante, ma ndryshe duhet që moralin, preket moral. Pse? Na jena populli prapambetur, vazhdoj këthejna apet të prapambeturia, na veç jena fasad që shëqërzoti, interneti, teknologjia na ka bo me pas shumë sene, edhe më na veç kena qemi këshyrë. Po në thellë veti nuk i pranojmë shumë sene, nuk mujna me pranu një njëri që do me përcjell modën, që ju ka qef mu kanë fashion, ka qef mu dogë bukur. Blas nuk të ofrot me të vetë, kush jeas, pse jea, qka jea, që me njerë e ki një farë ta vënoj një status, edhe kjo veshët, këto veshën kështo, kjo veshët kështo në vrejnë para gjykimet në familjet e më në tregova që jena krejt motra, jena 6 motra, edhe qash shumë kena para gjykime për veshën, amo një fatmeshtësisht që mu nuk më interesan heq më henë krejmë dhe lanej, so një e rrit me ndryshme, po në këtë rreth, shumë është problem. është problem se, që shu vesh motra jote, që shpo vesh është tip, se ti përdor në gjyra, që shveshët njeri kështo, që shu në gudzej me në gjyra, përdor në gjyra her shkurt, her gat, her qysh, qysh ta kam disponime veshna. Kur jem të këpjes, femrat që janë single, që janë me status dhe më thënë të lira, shumë paragjikon pse se në martuar, pse se kanë gjithë fratën e jetëm, se kjo në shoqërinë to kështu. Të na paragjikon gjithë shka, mu ka një martum, mu ka një martum, është një hal tjetër, jo fëmija, jo pse a bon e fëmijë, për të risate na halat gjykot kjo pjesa, qik a djall, adin, pse qka është qik, au, po mirë, një farë e mirë, po me po me qëllu dhe një herë qik, një farë të mirë i madhësh, adin, po nuk e munohen me fasad, me ba shumë mirë qik, po tentojnë edhe për një tjetër, tjetë bre djall, adin, për deri sa na që të mendësi nuk e ndryshojmë kur, të na para gjykot njëri që është single, del me dikan, për ma shembol, dul, se ku më zvet kish dal. Të na nuk para gjykon sene që s'janë moralshme heq. Unë e menoj që kur t'jesh njeri martum, nuk t'ka hije dhe fort me dal me ngucë qika tjera. Mendimi jem është këtë është, kush do të thotë çka don, po ata nuk para gjykon, gjithmonë e kanë një mbulesë. Hajtë se, boni mirë, po në fundit është i martum, nuk ka lidhje, nuk ka lidhje. Po pse unë mos me ba kur jam single, unë kam drejt me dal me lyp njerin e dur. Kur të martona është tjetër çështje, mandaj aty gjykoj fort atë tani. Se meshkut nuk paragjykon, femrat këtë pjesë paragjykon. Po të na përderisa paragjykohesh prej kur të lëndsh, është çika djalë. A vjen sa do, unë ku menu që kam ndryshu mendësia, po dita ditës jam të ubinë që mendësia babës tem në atë kohë ku ka kanë shumë ma open mind, se tash ki intelektual të ndryshëm, që për televizorin janë me demek qika djali janë ndryshe, po të them veti, se që ka në atë farë. Po, nëse ka një djallë, thotë, po du me pas një qikë, nëse ka një qikë, s'ka lidhja qëllon djallë a qikë, qëlloj qikë të në tonë edhe njerë, po, deri sa ta shet që s'po dele e qikë, a i djallë kur që shet që adin. E që kjo mendësi njëve nga ka prush të kujena, për që ata nuk që dit nga kur gjë, për deri hala ka që si dalime. E thojmë atë fjallën qikë, po di që po qenë fort. Pasanej, prapë në fund, vajzat kujdesin ma shumë se djemë të martohen, nuk të shërojnë menu se djemë. Unë e shona jena 6 motra, edhe krejt që ka i kam njerëzit rreth vetës, i shoh që kam pas djeme, më thashe këto farë ceremonijat e veta, po e vrej që krejt prindrit ju kanë me vetë, do me thonë prindrit nuk kanë me kanë me nejtë, se ka pavarësisht që kanë djemë. E te qikat funksional ma ndryshe, qikat janë pak ma të dashtna, janë pak ma të dëmshme, është vetë natyra femrës është qaj laj, po
Për djem, unë nuk po them, ata i kanë cilë meritat e vetë, unë hala mendoj që do të më ka një qik një djallë bashkë, mos me pas veç femna në shtëpi, do të me pas edhe djem. Ama, me ardhe dhe me shtyp, në për vetës unë i duraj. Unë nuk kam ashtu tipin që nuk nashtë edhe të kena rrit një qatë familje, edhe unë gjithë mund këshyri vetë. Vetë mi po punën e burrave që ju takojnë, që të impona jeta, vetë mi bo dhe të grave që takojnë, që është shumë normale. Po këta është për vrej që kena edhe burra gra. Nuk është diqysh. As punët që i takojnë burra si bojnë. Po vëden, din me shku në punë, që shkon edhe të në punë, edhe ma nej është kejtë shumë bukur që to, edhe as ato do punë që janë të burrave na për shpejt që bojnë, do të me thirë dikan, se nuk është në gjendje mu që me kry një punë shumë thjesht, që muj me kry edhe nësët vetë, sa me kry. Edhe në pyetje këtë punt, Po. a mënon që çdo burr i martuar, pa i parashtuar disa që e ka ganin dashnore. Më lidhje jo fshetas. Vallaj, nuk di qa me të thonë këto, unë për vetë jam paragjykuese shumë këtë pikë, jam kështu drastike, unë në këtë pjesë, unë menoj që ka dhe njerës që janë shumë stabil, edhe do të mu kanë stabil, jo mu mundu mu ba, po do të mu kanë, mi marë përgjithësit e tua kur i ke njës, ose mu si merë heq, ta është ndarjet këto ndodhen, kur dash është diçka çështje tjetër, po për derisa je bashkë, në del, edhe të na unë për vrej që është një tendencë shumë e madhe, që vulesa më e mirë është më kanë i martum për momentin, je i martum edhe të lejo ty gjithë shka, se gjithë mund e ke mbulu me diçka. Ke kolegja, jo më tha, jo i thash, është një lëshmëri për ta, dhe bravo ju kofë se na si vend kena mërim jam lu begi mirë, edhe pja duar trokas me këto farpun dita ditës, po në si njerës vetë që jam, pesho që shumë shtirë më ja dalë më ndej, se ti nuk po mënësh, ti nuk ma lejon për vetë, unë po e usel dikosh, si ta di që është me statuse, more, unë i kam ato principet e mija dhe me njerë largoj njerës, po dhe i paragjykoj shumë. A ka? Çdo i dyti dashnë? Çdo i dytë nuk e di ka, se nuk më dalë, po me pas ka. Edhe besoj që ka me një farë begi mas të madhe, jo veç prej gjeneratat e reja jenë ma të reja, se duku do dhe pse po martohen herët, po ka dhe pej moshave që janë begi ma të shtyme, që e kam ba një mosh, që du të mu kam begi i pjek, edhe që po më rrinë me mbulu me sukses këtë muhabet. Edhe mu që po mje shumë keq ka pisha. Të ecë, të përparu, ose ju do këtë vetja lavtë, shumë bukur, unë e bona, unë e po jam gjendje, unë jam kështu, unë ashtu këtë në regull, ti mënë ke mujtë me bo një jetë shumë të mire, kemë rri do statuses, kur ti bëjsh do vjetë, ashtu edhe kemë rri një jetë sene shumë, por menoj që ato senet shumë dush me do me familjen që e ke kriju, e jo me dalë me shpërnda me njerës që s'takojnë ty heq, ose që kjo është. Pjesën e egos ndoshta nuk ka diçka gjatësi aty. Po nuk ka e gjatësia dhe nuk mënesh me pas, aty është veç një, as nuk e di, as çfarë më mi vënu, aty është një unë e fillisht e konsideroj këtë për muhabetet, që është dukt shumë të na, është vërejt, unë e shoh çdo ditë na për shahe, tregojnë, edhe nuk ju vjen marrë as me tregu, nuk ju vjen heq, u bë si normalitet. Do më thonë është shumë normale nëse te ke mujtë me I ke kriju do farë statuset tuat, i ke kriju do farene. Unë sa me kriju familje? Po, me kriju, me rëndësi është me pas një fëmijë, atë fëmijë mandej, edhe grujat, që to fillon mos respekti me njerë. Me rëndësi me pas një fëmijë, unë fëmijë në menoj që kur vendas me ba atë fëmijë ose atë gru, është më kanë shumë i përgjithshëm, edhe ma, i kryin ato aventurat e tua që e ki mendën me kry, more heq më së martat të ke fundit, po dhe nëse së martosh, nuk do me thonë që ti do të mja drejtu gjishtë njerit, u martu, si cilë i ka. One për shembull me qëta njerës që isha sëd, unë e kam frikë edhe për martesës. Se unë nuk i duraj, unë s'jam për aty në tipave që i tham, hajtë bese, që është bojnë femna zakonisht, unë e di që e ka dikam, po ma në fund këthe edhe në shpe, jo, unë e kur te one funksionan, nëse qatë se kanë vërej diçka dyshim, unë e doj, jo nuk ja falë edhe e doj me njerë mua betin. Kesh me fmi, unë nuk muj mu trajtu, unë aty veç marrë me flejtë të shpia edhe të nesër me vazhdu aventurat e tjera. Unë nuk jam me rrete dukume ashtu. Funksionoj sa funksionoj, unë menoj që të më kanë stabil. Shkjo është. Çfarë interviste e këndshme. Kënaqësi për herë dytë mi takuar me juve. Takosh me mu shpesh si këto. Për herë dytë po aq i përgatitur jenë në ato tema.
Po shumë kënaqësi bisedosh me një person kaq modeste Po që. se mu shumë më pengojnë për dëshmëri shumë, unë për dëshmërinë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë, edhe unë edhe pa intervista kur bëj muhabet, unë e kam gjithmonë këtë mendimin e prem, se nuk du, hiç nuk më pëlqej, se është diçka që hiç nuk përshtatet, kërkon nuk përkan me as me karakterin tem, as me jetesën tem, as që gjë, po që për vrej që është mos madhe. Po do tash po do jo mu përshtat, po veç me këshyr njerëzit ka po lëvizin. Po në mesazh juaj, shumë i shkurt. Për gjithë femrat, për gjithë meshkujt. Po për femnat, ma mirë është me dash pak ma shumë vetën, mos me i toleru do gjana që nuk jam për mu toleru për hir të kërkujt heq, bashkë kërkujt heq, se nëse një senë ndodhë sot, kam betë ndodhë edhe nesër, është mirë mu kam pak ma i prem në plot të gjana, edhe besoj që manej ecim për para për mashkujt, s'kam shka thonë për mashkujt, nuk po thonë që krejt mashkujt janë të këqej, as nuk e kam atë tendencë me thonë edhe, po problemi është që dosh më munu me trajtu femnën që ashtu që shosh, nëse ke vendos me jetu vetë njëri. Nëse nuk mund është, aso nuk mund me të ndryshu ty ose a tjetërin, po asa a tjetërin nuk mund me ndryshu mu. As nuk do të me tentu, pra na e që ashtu që shosh. Që kjo është. Shumë faleminderit për kohën që ndajte.